Diçka po ndryshon në heshtje për këto shenja dhe askush nuk e sheh ende. Jo çdo ndryshim vjen me zhurmë. Jo çdo kthes paralajmëron ardhjen e saj. Ndonjëherë gjërat më të rëndësishme fillojnë të lëvizin kur askush nuk po i vëre. Një person ndryshon mendim. Një mundësi fillon të afrohet. Një situatë që dukej e ngrirë fillon të marrë jetë. Dhe shumica e njerëzve e kuptojnë vetëm kur gjithçka ka ndryshuar tashmë. Për 4 shenja të zodiakut, ditët që po afrohen mbajnë pikërisht këtë energji. Në sipërfaqe mund të duket sikur asgjë nuk po ndodh. Por në prapaskenë diçka po përgatitet. Dhe kur të bëhet e dukshme, mund të jetë shumë më e madhe nga sa duket sot. Shikoje videon deri në fund, sepse shenja e fundit mban energjinë më të fortë dhe ndryshimin më të madh. Akrepi. Ti je ndër të paktët që e ndjen kur energjia e një situate fillon të ndryshojë, edhe kur të gjithë të tjerët vazhdojnë ta shohin njësoj. Pikërisht kjo mund të ndodhë tani. Një zhvillim që duket i zakonshëm mund të fshehë shumë më tepër se sa duket në pamje të parë. Në punë, një lëvizje e vogël ose një informacion që të vjen rastësisht mund të ketë ndikim më të madh nga sa mendon. Në financa, do të jetë e rëndësishme të shohësh përtej asaj që duket e qartë. Në marrëdhënie, mund të kuptosh se një person po ndryshon qëndrim ose po mendon ndryshe nga sa ka treguar deri tani. Mos kërko prova për çdo ndjesi që ke. Kjo periudhë favorizon intuitën dhe vëzhgimin. Nëse arrin të lexosh sinjalet që të tjerët nuk i vënë re, mund të jesh një hap përpara ngjarjeve që po afrohen. Demi. Shumë herë ndryshimet më të rëndësishme ndodhin pikërisht në momentet kur gjithçka duket e qetë. Për ty, kjo energji mund të lidhet me një fushë ku ke humbur pak durimin kohët e fundit. Një situatë që dukej e bllokuar mund të fillojë të japë shenja lëvizjeje. Në punë, një mundësi ose një person mund të luajë rol më të rëndësishëm nga sa e kishe imagjinuar. Në financa, mund të lindë një ide që fillimisht duket e vogël, por që ka potencial të madh. Në marrëdhënie, dikush mund të afrohet më shumë ose të tregojë interes në mënyrë të papritur. Mos e mat progresin vetëm me atë që sheh sot. Kjo periudhë ka të bëjë me atë që po ndërtohet në heshtje. Nëse arrin të mos dorëzohesh para kohe, mund të kuptosh se gjërat kanë filluar të lëvizin në favorin tënd. Ujori. Ndryshimet e mëdha shpesh lindin nga ide që në fillim duken të çuditshme. Kjo mund të jetë arsyeja pse ajo që po ndodh rreth teje nuk po kuptohet ende nga të gjithë. Një mendim, një takim ose një rastësi mund të bëhet pika nga ku nis një histori krejt e re. Në punë, një mundësi jo tradicionale mund të rezultojë shumë më interesante nga sa duket. Në financa, një drejtim i ri mund të fillojë të tërheqë vëmendjen tënde. Në marrëdhënie, një person mund të surprizojë me një sjellje ose një deklaratë që nuk e prisje. Mos kërko të gjesh logjik tek gjithçka që po ndodh. Kjo periudhë favorizon ata që guxojnë të shohin përtej të zakonshmes. Nëse arrin t'i besosh instinktit tënd, mund të dallosh një mundësi që shumica e njerëzve do ta shohin vetëm shumë më vonë. Britsjapi. Ndërsa të tjerët po përpiqen të kuptojnë se çfarë po ndodh, ti mund të jesh shumë afër një momenti që ndryshon drejtimin e muajve të ardhshëm. Arsyeja nuk është fati i rastësishëm. Arsyeja është se shumë gjëra që ke ndërtuar në heshtje po afrohen drejt pikës ku fillojnë të japin rezultat. Në punë, një zhvillim mund të japë më shumë siguri, më shumë ndikim ose më shumë mundësi për të ardhmen. Në financa, mund të shfaqet një rast që të bën të mendosh ndryshe për planet e tua. Në jetën personale, një situatë që dukej e paqartë mund të fillojë të marrë formë. Gjëja më interesante është se shumica e kësaj lëvizjeje po ndodh larg vëmendjes. Të tjerët mund të mos e kuptojnë ende, por energjia ka filluar të ndryshojë. Mos u shqetëso nëse rezultatet nuk janë ende të dukshme. Kjo periudhë ka të bëjë me procesin që po zhvillohet në prapaskenë. Nëse vazhdon me të njëjtën durim dhe përqendrim, mund të zbulosh se je shumë më afër një kthese të madhe se sa mendon sot. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like.
Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën heshtja nëse mendon se kjo energji lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.